Bazuar në censusin e fundit, në Shqipëri jetojnë 2.4 milion banor. E 1/3 prej tyre jetojnë në kryeqytetin e vendit, pra në Tiranë. Pa mos marrë parasysh këtu gjithë parregullsinë e adresave të banimit, çka mund ta dërgojë këtë shifër edhe në 1 milion ambi. Shkaki i këtij përqendrimi të lartë janë jo vetëm të rinj që vinë për të studiuar dhe nuk kthehen më në vendet e origjinës, që lidhet drejt për drejt me mos ofrimin e mundësive nga vendet ku vinë, por edhe duke qenë se industria, zhvillimi e ekonomia është përqendruar në Tiranë dhe rrethinat e saj. Për pasojë e gjithë këtyre sau si përcituan, Tirana përballet çdo ditë me një kaos të vërtet, mira makina në lëvizje, të parkuara e të përdorura për biznes. Transporti publik është përballur për herë me krizë ekzistenciale dhe pak e llogarisin. Madje, shpreha çdo shqiptar ka një makinë, gjen vend më së miri në Tiranë. Vitin e kaluar, 320.000 mjete rezultonin të regjistruara vetëm në kryeqytet, nga 915.000 të regjistruara në të gjithë vendin. Një disproporcion që përkthehet në trafik, më shumë nevojë për parkime dhe më shumë ndotje. Rrugët kryesore të Tiranës, pa mos përmendur këtu lagjet, shpesh janë të tejmbushura me automjete të lëna anës rrugës, duke penguar qarkullimin. Në një situatë ku përqindja e mjeteve sa vjen e shtohet, trafiku rëndohet dhe lëvizja e mjeteve të transportit publik apo mjeteve të emergjencës vështirësohet, u pa e udhës që të lirohen të gjitha kërsit apo lagjet nga zaptuesit e papërgjegjshëm, që pronën publike e konsiderojnë personale. Prej një jave, Policia Rrugore e Tiranës në bashkëpunim me komisariatët dhe policinë bashkiake, po lëvizin me karotrecë çdo makinë të parkuar në mënyrë të gabuar. Kjo i jep kryeqytetit frym dhe më shumë mundësi për të mos harxhuar mesatarisht 1 orë në ditë për të shkuar në vendin e punës apo kudo gjet, ndërkohë që distanca e vërtet nuk duhet të marrë më shumë se 10 minuta kohë. Kujtojmë se edhe më herët ka pasur tentativa të tilla, por janë lënë në mes, duke zgjatur jo më shumë se 2 ditë. Kjo sepse patjetër detyra e policive nuk është vetëm të pastrojë rrugën nga automjetet, në thelb mbetet përgjegjësi qytetare dhe asgjë më shumë. Por fushatat sensibilizuese duhet të jenë me dorë të hekur, me qëllim që askush të mos guxojë të parkojë në korsitë dedikuara të mjeteve publike apo të emergjencës, apo edhe në rrugicat e lagjeve ku mezi kalon një non me karrocën e fëmijës së saj.